I patët e ne të nderuar shikues këto minuta deri në fund, do flasim me geodetin zotin Albert Peci, do flasim për digitalizimin e shërbimeve katastrale në Kosovë. Mirë se keni ardhur zotë Peci. Mirë se gjitha, faleminderit. Faleminderit për kohën. Gjithmonë kur flasim kështu për geodet, na lidhet tokat, zakonisht për me ardh për me imat, po jo vetëm për me imat, po edhe pjesë të tjera që zakonisht komunat edhe persona privat ju thrasin. Na tregoni çka ka ndodhur me këtë digitalizim edhe sa do e lehtësoj procesin e punës ky digitalizim. Sa i përket procesit digitalizimit që domethënë ka përfunduar sfundi, ka të bëj kryesisht me një sistem të ri, i cili mundson domethënë qasje direkte të qytetarëve dhe gjithë profesionistëve të fushave në të dhëna kadastrale. Kjo ka të bëj për shembull sa i përket qytetarëve, ma herët ata domethënë vazhdimisht kanë shkuar në zyret kadastrale komunale për të tërhequr dokumentet e ndryshme, siç janë certifikata e pronës, kopja e planit, koordinatat ndryshme, ku është dashur disa herë të shkojnë domethënë në zyre për të plotësuar dokumente ndryshme, për të bërë pagesa dhe pastaj për të tërhequr këto dokumente. Tash sfundi domethënë e kanë të mundshme prej telefonit ose ndonjë pajisje kompjuterike ti tërhiqin të gjitha këto dokumente, domethënë pa prit në sportel, pa prit në rend, pa humb kohë, pa shpenzu domethënë kosto shtesë tjera. E keni pa sistemin si është i moderum, kuptimin që është ma lehtë me u qasë, sepse këto gjërat e reja nevojitet pa kohë apo jo? Sa i përket qasjes në sistem, tash sfundi është edhe kjo digitalizimi domethënë i shërbimeve kadastrale, që nënkupton kjo domethënë hyn në punë më shumë neve geodetave, si dhe profesioneve tjera, siç janë noterët, bankat, përmbarues ndryshëm, domethënë kanë qasje direkte në këto dhona kadastrale. Për shembull, më herët Pala ka shkuar në zyrën kadastrale komunale, ka tërheq dokumentet, u ardhte geodeti licencum, prapë pasi që janë bërë matjet, prapë ka shkuar në zyrën kadastrale komunale, ka dorëzuar landën në mënyrë manuale, është bërë zvarritja e landës, është humbur kohë, shpesh është humbur edhe landa. Tash gjitha këto shërbime domethënë bëhen në mënyrë digjitale. Nuk ka më mundësi me humb landa, nuk ka mundësi me pas manipulime ose korrupsion për me përshpejtu procesin e landës dikujt tjetër në raport me tjetrin, domethënë ka transparencë, besueshmëri mbi të gjitha. Mirë, cilat janë sfidat më mëdha zotë Peci për juve kështu si geodet, tash ndoshta po e them me këtë inkorporimin e këtij ose kësaj digitalizimit të shërbimeve do ju lehtëson punën edhe juve personalisht, e përmendet shembull subjektet që janë noterët, tashmë kanë më lehtë ndoshta me u qas direkt, që mos me u nevojit kështu gjithmonë kopje të letrave, po tash mundën me i edhe me pa kështu ndoshta edhe më afër krejt, po e them procesin me lehtësua apo jo? Si ne geodetët e licencuar, një ashtu edhe përmbarues noter gjithë kemi pritur në rend, domethënë sportele për të marrë qasje, domethënë në ato dhona kadastrale. Tash tutje kemi këto dhona kadastrale në zyret tona, kështu që e përshpejton procesin, si proces e rrit saktësinë dhe mbi gjitha cilësinë e punës tonë e rrit në mënyrë maksimale. Mirë, e përmende që tash do keni lehtësira kështu në përgjithësi, po që mos mbesim bërë cilat janë sfidat më mëdha të juaja kështu si geodet. Sot, ndoshta prej kalimit ju tash keni një përvojë të konsiderueshme, edhe është kjo në lehtësirat edhe ky sistem i ri, edhe cilat janë sfidat më mëdha? Domethënë sfidat më të mëdha që kanë qenë përpara ka qenë shpesh domethënë humbje kohe për mi marrë shënimet kadastrale, cilat sot brenda një minuti kemi qasjen to dhe i marrim. Sfida tjetër ka qenë humbja e landëve, ku shpesh kemi pasur konflikte me palët, shkaku që pala çdo herë ka kërku përgjegjësi nga vetë geodeti, por nuk e ka ditë se landa shkaku i mënyrës manuale dorëzimit saj ka humbë në zyret e kadastrit. Domethënë ka pas shumë sfida të cilat tash ne nuk i kemi më.
Mirë, sa është i sigurt sistemi në përgjithësi? Sa është i sigurt ky sistem? Po sistemi është i sigurt shkaku që Kosova ka pas fat që pas shumë testimeve të sistemeve të ndryshme në Evropë, ne thjesht e kemi një sistem i cili përfshin gjithë ato sistemet evropiane. Do më thonë është thjesht verzioni i fundit që nënkupton është më i mirë prej tyre. Kuptohet që Agjencioni Kadastral bashkëpunon ngushtë me profesionistë ndërkombëtar, ku së bashku me ta e kanë bërë këtë sistem. Do më thonë është vetë sistemi testuar në Evropë dhe funksionon. Të jenë gatshëm qytetarët me prit këtë sistem, se tashmë po e shohim që gjithandej po sisteme të reja dhe besoj që edhe komunitetin përgjithësi do ta pret mirë. Po siç e dim, sfida më e madhe edhe problemet më të mëdha zakonisht që ndodhin në Kosovë është çështja e pronave. Domethënë tash kuptohet automatikisht kursimi i kohës, nuk ka më sportele, nuk ka më printje në rend, nuk ka intervenca për të kryer lëndën më shpejt se tjetri, kështu që kjo është e mirëpritur për gjithë qytetarët, po njëkohësisht edhe për neve si profesionistë të fushës. Do të jetë ky ose do të konsiderohet kështu si standard i ri në Kosovë? Po besoj gjitha sfera tjera... Në aspektin administrative, kam fjallë, shumë përgjithësi. Po gjitha sektore tjera besoj që është dashur ta marrin si shembull, edhe të ndjekin që të kenë, domethënë, gjitha shërbimet qytetarëve të jenë në mënyrë të digitalizuar, të cilat veç disa sektori kanë të aplikuara, gjitha këto shërbime, domethënë se përket qytetarëve i marrin në e-Kosova. Veç e dim që Kosova shfrytëzohet shumë nga qytetarët për nevoja ndryshme, kështu që ata vetë janë të gatshëm për këtë ndryshim. Ki pas biseda me noterët, me profesionistën përgjithësi, janë të lumtur kështu për këtë lehtësi, sepse gjithë jemi kështu koshient me kohën që gjatë me të vërtet na ka marrë kohë, çoni letër, ktheni letër, tash besoj. Do më thonë tash puna e noterve, përmbaruesve private, bankave, gjykatave, të gjithë kanë çështje direkte në moment. Ka raste kur dikush thjesht e ka vendos pronën e tij në hipotekë, edhe tash banka është dashur me prit në sportel, me prit ndoshta mbi një muaj kohë ta regjistroj atë në hipotekë, deri atëherë thjesht nuk është shfaq informacioni për askënd se ajo tokë është në hipotekë. Kështu që ka pas raste që janë keqpërdor, domethënë këto mundësi. Tash domethënë është gjithçka transparente, është e sigurt dhe mbi gjitha është e besueshme. Cili kish me qenë për fund mesazhi jot personal për gjithë akterët që të kenë durim ndoshta në fillim, sepse është fillimi edhe derisa mësohet i gjithë sistemi, në fund është për të mirën e gjithave. Fillimisht kisha falënderuar drejtorin e Agjencionit Kadastral, zotëri Avni Ahmeti, i cili me vizionin e tij dhe përkushtimin ka arrit fillimisht neve profesionistëve të na mbajë në gjendje pritje edhe të finalizohet ky projekt. Pastaj thjesht qytetarët po ashtu i kisha këshilluar që ta shohin këtë si mundësi dhe ta shfrytëzojnë, domethënë mos të shkojnë prapë në sportele të presin atje sepse nuk do ta gjejnë askënd, por mund të thjesht të informohen të ndonjë geodet i licencuar se si ta përdorin këtë sistem. Njëkohësisht besoj kjo është një mundësi e mirë për krejt shtetin tonë si tërësi, për gjithë profesionistët. Mirë, zotëri Peci, unë të falenderoj shumë që ishe sot në emision edhe përshpresoj shumë që herën tjetër kur të takohemi të flasim edhe për inovacione të reja. Faleminderit shumë edhe juve. Ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të emisionit për sonte, po